besoj që ka me dalë bindshëm në mirë se në zgjedhjet e kaluara. Unë prej ditës që kam dalë si deputet deri sot, asnjëherë nuk i kam putë kontaktet me masën, kam qenë vazhdimsi në strukturat e degëve, kështu që vullneti qytetarëve e i strukturave ka qenë që aleanca të shkojë vetme dhe mbështetja do të jetë fuqishëm u dëshmuar në zgjedhjet lokale ku të gjitha degët, do të thotë 5 degët që fituan zgjedhjet, fituan bindshëm në mirë se në zgjedhjet e fundit lokale, kështu që aleanca ka rritë numrin e votave në terren dhe do del bindshëm më mirë se në zgjedhjet e kaluara. Sa vota e keni synimin ose planin potencial? Po orientimisht llogaritet diku rreth 100.000 vota. Rreth 100.000 vota, 66.256 sipas rezultateve të KQZ-s janë nga 9 shkurti. Dhe tentoni ta rrisni në këtë përqindje deri në 100.000 vota. Po, që Prishtina ka pas një rritje të mirë, gjitha degët edhe ku nuk kemë fitu, ku kemë qenë në koalicion me parti tjera në balotazh, të gjitha degët kanë pas një rritje dhe vazhdojnë me pas rritje. Sigurisht edhe ardha e emrave të ri që po pritet do të ketë një befasi të këndshme në zgjedhjet e fundit. Dhe ku mendoni që do të keni rritjen më të madhe nëse i keni bërë planifikimet përveç Prishtinës se përmendet, po dhe nëse jeni duke krahasu me zgjedhjet lokale, mendoni që është pak a shumë edhe disponimi edhe entuziazmi njëjtë që të votohet njësoj në proceset ndara zgjedhore? Po edhe peja ka pas një rritje të mirë, klima është e njëjtë, sikur në zgjedhjet lokale nuk ka ndryshuar, vetëm sa ashtu entuziazmi i aktivistëve të aleancës, do të thotë në për të gjitha degët në degë, do të thotë si në qytete, mbrëmbi qytete, si në fshatra, shihet një klimë, shihet një entuziazëm i gjithë aktivistëve të aleancës, do të thotë është një mbështetje fuqishme ndaj liderit Haradinaj dhe gjitha strukturat të aleancës. Ajo që është diskutuar shumë pas vendosjes së datës së votimit, më 28 dhjetor, është edhe prezenca e mërgjimtarëve, cilët vinë edhe për pushimet fundvitit dhe mund ta shfrytëzojnë edhe për të votuar në Kosovë, po çka kemi pa edhe para fushatës së 9 shkurtit ka qenë prezencë e shtuar e partive politike, përfshirë edhe AKN në diasporë. A keni plane për tubime parazgjedhore edhe në shtetet ku jetojnë shqiptarët në Evropë e Gjetiu? Në pothuajse në gjitha shtetet e Evropës kemi strukturat atje dhe ata janë duke bërë përgatitje në bazë të kërkesave të degëve atje që janë, sigurisht edhe kryesia qendrore në degën në Prishtinë do të lexojnë në cilat do të merr pjesa dërmuese qytetarëve llogaritë që do të vinë për festat e fundvitit dhe nëse shohim votimet në zgjedhjet lokale, shembull, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Xhaku ka marrë rreth 50% të votës së diasporës. Kjo për Aleancën besoj që është shumë e favorshme data 28 dhjetor, ndërsa ajo që llogaritet pak më e vështirë do të jetë për vëshkuesit, komisionerët e cilët edhe në festat e fundvitit duhet me qëndru pranë KQZ-ve të qendrave të votimit, kështu